A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dhe së dashur, vazhdojmë me këshillat, me obligimet që I kemi ndaj Kur'anit famëlart. Sot deshta me përmend një mesele që ka të bëjë me kuptimin e Kur'anit. Ne ashtu siç e kemi adhurim me lexu Kur'anin, është ibadet edhe me kuptu fjalët e Zotit subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur I tha Abdullah ibn Amrit me lexoj Kur'anin çdo muaj, edhe në fund çdo javë. Edhe I tha në fund Abdullah ibn Amrit pejgamberi alayhis salam, men qara al-Quran fi aqall min 3 lam yafhamhu. Edhe sa tha kush e lexon Kur'anin më pak se 3 ditë, më shpejt se 3 ditë, s'murët me kuptue. Për asa me kishë ndalu që me lezu Kur'anin më shpejt se 3 ditë. Po kjo a vlen për Ramazan kjo nuk vlen. Ulemat të parit tonë në Ramazan kanë lezu shumë Kur'an, edhe ka bubile çdo ditë hatme. Ky rregull vlen jashtë Ramazanit. Nuk ban besimtari me bo hatmen më shpejt se 3 ditë. Pse kjo? Nga se ka thonë lem yefhamhu. Nëse e ban Kur'anin e lexon më shpejt se 3 ditë, nuk do ta kuptosh. E kuptojmë që një ndër qëllimet që do të mi pas lexuesi I Kur'anit është kuptimi I Kur'anit. Pra më thonë, siç edhe për neve me pas një hatme të kuptimit. Ulemat kanë thonë, personi me pas një hatme të leximit. Çdo muaj e lexon Kur'anin. Një hatme tjetër do të pas nuk ka patjetër çdo muaj, por me pas një hatme të kuptimit. E merr një musaf ose një libër që është përthi Kur'ani shqip, edhe merr ban hatme. Çdo ditë lexon 2-3 faqe, a 5 faqe më shumë, kështu që më dhom ndoshta 6 muaj gjatë, është edhe më pak më shumë, me pas një hatme të kuptimit. Edhe kjo është shumë më rëndësishme. Sidomos ata që mirën me Kur'an, ata që mirën me hifz, ka pas raste kemi taku hafizllar, që më dhom ndoshta kam mësuar këtë Kur'an përmend, por nuk I di 2 fjalë rreth Kur'anit. Nuk e kupton një fjalë të Allahut. Nga ana tjetër kam mësuar Kur'anin, e kam mësuar përmend. Pasi më thon, një ndër detyrat që I kemi ndaj Kur'anit është që ne dalmi dhe ta meditojmë, ta kuptojmë Kur'anin. Ulemat kanë thonë çish me e kuptue ajetet e Allahut. E para ka disa metoda. Metoda e parë, fillimisht e merr e lexon faqen ose ato ajete. E lexon 1 herë, 2 herë, 5 herë. Tani kthehesh e merr përkthimin. E shikon e lexon përkthimin 1 herë, 2 herë, 5 herë. Edhe tani hapi I tretë nalesh dhe mediton. Çfarë nxjerra nga këto ajetet? Edhe I bën disa pyetje. Çfarë kuptova nga kjo faqe që lexoa në gjuhën shqipe? Pra kjo është metoda se si, më thonë, ne me u ndalën dhe mi kuptu, më thonë, ajetet kuranore. Elhamdulillah, më thonë, kohën tonë ka bajgi libra janë përkthije, më thonë, përkthimet Kuranit, edhe përkthimi më I mirë që është bo tash, më thonë, në fundit është përkthimi që e kanë bohe, në Shqipëri është butu ky përkthim, është në gjuhën arabe thirrën al-Mukhtasar fi at-Tafsir, verzioni më I shkurtë I tefsirit. Është një libër I mirë, është një libër veçantë, është me bën një hatme me këtë libër. E merr e lexon, e ndan disa faqe me hadithes, kështu që më thonë, mas disa mujve me bë hatme Kur'anin. Cilat janë dobit e meditimit, e leximit, përkthimit Kur'anit? Ka shumë dobi. Zatë më thonë, qëllimi I Kur'anit nuk është vetëm leximi I Kur'anit, por qëllimi është me nxjerr mësime. E mësimet nuk nxirren nëse ne nuk dalmi edhe te kuptimet e Kur'anit. Pasi më thonë, mos harrojmë një ndër detyrat që I kemi ndaj Kur'anit famëlart, është edhe detyra që mund dal me kuptu ajetet kuranore. Gjithashtu alhamdulillah është një aplikacion I ri që ka dalë tash Kur'ani shqip. Që këshillu edhe juve, më thonë me përdor këtë aplikacion është shumë I mirë. I mshon aty ajetit edhe del fjala ajetit përkthehet, nëse do I mshon 2 herë përkthehet komplet ajeti. Është një metodë e mirë, që më thonë shmirë të shfrytëzojmë këto begatit e Zotit. Pra inshallah vazhdojmë më thonë nesër me gjuzin e radhës. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.